Me jetu për me ja ba qefin tjerve e për hatër tjerve, shpesh herë dënë me thanë mu shtirë, me kënë hipokrit. Me usjallë perfekt për jashta, nërsa për mrena kena ato rënimet e shkatrimet e ndryshme që dëna me imlu mës në i shojnë kush, sepse po na i panen atjerë kena marru. Njëri nuk do të me pas frikë për vetë vetës, as për dopsive gjanave tjera. Bile duhet mu përmirësu për gjithmonë, jo për atë që thojnë tjertë, por për atë që thot Zoti e si na donaj. E dyta thot Krishti, mos ja keni frikën kërkuj. Kërkuj, njëri sot don nesër jo, sot lëvdon nesër flet një zezat për ty, sot ka mik nesër mund të me tratu, por kijani frikën atij që hell shpirtin fund ferrit, djallit mallkum, kijani frikën mashtrimit e tij. Ati kijani frikën. Do me thanë, mos e leni atë me hyn jetën tuaj, me ju bind, me ju mashtru, me ju marrë zemrën në shpirtin, me ju vjallë fen e gjona tjera. Atë mos e lejoni, por qëndroni të kapun mas Zotit, qëndroni në shpresën e te. Besoni në mu, thot Krishti, kine shpresën e mu, jam i vetmi që qojtë e jeta, jam i vetmi që ju jap lumtunin, për i këtë duhet me jetu.